Mjeku me urdhër të prerë. Nëse pini ujë me limon për dobësim, menjëherë duhet ta dëgjoni këtë. Një nga pijet më të njohura në mesin e atyre që dashurojnë në palestrën është edhe kjo që mund të konsumohet uji me limon për çdo ditë në dietën tuaj. Një pije freskuese dhe e shkëlqyer për shëndetin. Limoni është i pasur me lëndë ushqyese që i japin trupit tuaj të gjitha përfitimet, prandaj mund të konsumoni atë lehtër çdo ditë, por gjithmonë edhe në mbikëqyrjen e duhur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I përshtatshëm për çfarëdo lloji sezoni, të nxehtë ose të ftohtë, zakonisht pijeni pas mëngjesit. Një gabim që shumica e njerëzve bëjnë për shembull është pikërisht ajo e konsumit të pijeve para mëngjesit. Është shumë e gabuar sepse limoni mund të irritojë stomakun, veçanërisht nëse ka pH shumë të lartë të acidit. Pra këshilla është që të pini pak pas vaktit pa e mbingarkuar atë. Por le të gjejmë 5 arsyet pse duhet të pini ujë me limon në dietën tuaj gjithmonë pasi të keni konsumuar mëngjesin tuaj. Ndihmon në luftimin e problemeve të ndryshme sezonale. Uji dhe limoni ndihmojnë në luftën kundër sëmundjeve sezonale si falë vitaminave të plota që ka limoni si agrume. Ky është një nga metodat më të përshtatshme për të forcuar sistemin tuaj imunitar, duke rritur kështu mbrojtjen e shëndetit dhe duke parandaluar edhe komplikacionet e tij. Duke përshtatur dietën si duhet në gatimet tuaja ditore, mund të sillni përfitime të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uji me limon i shtuar në dietën tuaj do të reduktojë dhimbjet e kockave. Përveç vitaminës C, limoni është i pasur me kalcium që është i përsosur për shëndetin e kockave. Kjo është një arsye pse të konsumuarit ujë me limon mund të jetë i dobishëm për ata që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve. Me një terapi prej rreth 3 javëve, gjithçka që do të bëni do të kthehet në përfitime të mira për shëndetin tuaj. Parandalon gjithashtu luhatjet e papritura të sheqerit në trupin tuaj. Kjo pije ka fuqi që të rregullojë nivelet e sheqerit në trup. Kjo është një arsye pse është mundësia për të parandaluar problemet e diabetit dhe mund të zvogëlojë gjithashtu edhe indeksin e glicemisë. Limoni ndihmon edhe në tretjen më efektive. Nëse pihet pas ngrënies, sidomos uji i ngrohtë me limon, mund të nxjisë tretjen falë pranisë së acidit citrik. Uji me limon do ju bëjë që të humbisni gjithashtu edhe kilogramë të tepërt. Natyrisht nuk po flasim për një pije të mrekullueshme, por nëse kombinohet me një dietë të përshtatshme dhe me aktivitetin e duhur fizik, kjo ju lejon të humbisni në peshë duke qenë në një pije që djeg yndyrën. Për më tepër ajo jep një ndjesi të ngopjes, prandaj është më mirë që të rregulloni ndjenjën e urisë me këtë pije fantastike që mund të shtoni në dietën tuaj dhe të merrni gjithashtu përfitimet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Uji me limon është një nga pijet që mund të ofrojë edhe një sër përfitimesh të mira për shëndetin. Shumë njerëz e nisin ditën e tyre duke pirë kafe ose çaj, por ka edhe nga ata të cilët mëngjesin e fillojnë duke pirë edhe ujë me limon. Padyshim që limonët janë të shijshëm, por gjithashtu ato fshehin edhe anën e tyre të përfitimeve për organizmin, por ai u bëhet edhe mbështetja më e mirë me konsumin e kësaj pije. Pjesa më e madhe e provave që mbështesin përfitimeve të shëndetit që mund të vinë nga uji me limon janë gjithashtu edhe të larmishme. Kërkime shkencore janë bërë posaçërisht për ujin me limon, por ekzistojnë kërkime që tregojnë se edhe përfitimet e tij mund të vinë veç e veç. Por cilat janë mënyrat se si trupi juaj mund të përfitojë nga uji me limon? Uji me limon në dietën tuaj mund të nxjisë një hidratim më të mirë të organizmit. Pas disa studimeve, udhëzimet e përgjithshme thonë se gratë që marrin të paktën 91 oncë në ditë dhe burrat duhet të marrin 125 oncë. Kjo përfshin ujin gjithashtu edhe ushqimin dhe pijet të cilat njeriu i konsumon gjatë gjithë ditës. Uji është pija më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij. Shtimi i limonit do të rrisë edhe ndryshimin e shijes së ujit që do ju bëjë të pini më shumë dhe të nxjisë gjithashtu një hidratim më të mirë të organizmit, sidomos edhe pas një drobitje të madhe. Uji me limon
Është një burim shumë i mirë i vitaminës C, e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja ditore. Frutat agrume si limoni kanë shumë vitaminë C dhe antioksidant kryesor që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet e radikaleve të lira. Ju ndoshta keni dëgjuar për vitaminën C që mund të ndihmojë në parandalimin ose kufizimin e kohës gjatë së ftohjes dhe zakonshme të disa njerëz. Por shtimi i ujit me limon në rutinën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mburojje të mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Uji me limon në regjimin tuaj ditor mund të sjellë gjithashtu përmirësim të shëndetit tuaj të lëkurës. Vitamina C e gjetur te limoni mund të ndihmojë në forcimin e lëkurës, zvogëlimin e rrullave dhe parandalimin e plakjes nga dëmtimet e diellit. Ajo mund të nxjisë gjithashtu një rigjenerim më të mirë të lëkurës duke parandaluar gjithashtu dëmtimet që mund të shkaktojë dielli në drejtpërdrejt në konstatim me shëndetin e lëkurës. Uji me limon mund të ndihmojë me tretjen. Disa njerëz pinë ujë me limon si laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapslëkut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon kur zgjoheni mund të ndihmojë në lëvizjen e sistemit tuaj tretës. Studimet mjekësore thonë se shija e limonit të thartë ndihmon në stimulimin e shëndetit tuaj tretës. Uji me limon ndihmon gjithashtu në eliminimin e aromave të pakëndshme. A keni fërkuar ndonjëherë limon në duar për të hequr qafe, erën e hudhrës ose ndonjë aromë tjetër të fortë? Një produkt i tillë mund të zbehë erën e keqe të gojës të shkaktuar nga ngrënia e ushqimeve me erë të fortë si hudhra, qepa ose peshku. Ju mund të shmangni erën e keqe të gojës duke pirë një gotë me ujë me limon pas ngrënies, edhe pse jo në mëngjes. Limoni mendohet se stimulon përshtymen dhe uji ndihmon gjithashtu në parandalimin e tharjes së gojës, një kombinim i dur që mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të higjienës. Uji me limon ndihmon gjithashtu edhe në parandalimin e gurve në veshka. Acidi në limon mund të ndihmojë në parandalimin e gurve në veshka. Citrati, një përbërës i acidit citrik në mënyrë paradoksale e bën urinën më pak acide dhe madje mund të shkatërrojë gurët në veshka. Pirja e ujit me limon jo vetëm që mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre komplikacioneve, por mund të reduktojë ndjeshëm gjithashtu edhe problemet e gurëve në veshka. Sigurohuni që ta bëni atë përzgjedhje të dietave tuaja, duke kombinuar gjithashtu ujin me limon me aktivitetet e duara fizike, do të keni një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Uji me limon i shtuar në dietën tuaj mund të jetë një nga menut më të mira për organizmin. Limonët janë ato fruta që mund të përdoren në shumë ushqime dhe shije të ndryshme. Gjithashtu mund të ofrojë freskinë e organizmit tuaj dhe jo vetëm. Ata të cilët e përdorin ujin me limon në përditshmërinë e dietave të tyre do të dinë me patjetër përfitimet që kanë nga konsumi i kësaj pije. Uji me limon është një përzgjedhje e fuqishme ushqyese që mund të japë shumë përfitime në dobitë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ai është i mirë për imunitetin dhe kundër infeksioneve. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C që mbron trupin pavarësisht edhe mangësive të sistemit tuaj imunitar. Limonët janë një burim i shkëlqyer i acidit citrik, ulëntimet kanë treguar se ai ofron kalium, kalcium, fosfor dhe magnezium. Falë këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon parandalon rritjen dhe shumimin e bakterieve që shkaktojnë komplikacione dhe infeksione. Uji me limon i shtuar në dietën tuaj do të nxjisë gjithashtu një detoks më të mirë të organizmit. Pirja e ujit të vakët me limon ndihmon në mbarvajtjen më të mirë të niveleve të pH-it në organizëm. Nëse e pini këtë lëng në mëngjes do të përshpejtoni pastrimin e organizmit nga toksinat dhe do të përmirësoni ndjeshëm edhe sistemin tuaj tretës. Sigurohuni të përzgjidhni atë si pjesë të dietave tuaja ditore. Por nëse vuani nga komplikacione të ndryshme përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të evituar kështu gabimet që mund të marrë shëndeti juaj nga këto probleme që mund të ndikojnë drejt për së drejti në organizëm dhe mund të krijojnë gjithashtu shqetësime të ndryshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka nëpër qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.